Një 17 vjeçar përfundoi proceduar penalisht nga specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve, pasi gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë i gjetën një sasi e lëndë të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë në 24 orët e fundit specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor proceduan një 45 vjeçar, i cili u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi, dhe një 19 vjeçar që u kap gjithashtu duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve proceduan në gjendje të lirë një 64 vjeçar për punime ndërtimi pa leje, ndërkohë po specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori, pasi në lagjën Guerrire një 53 vjeçar ka humbur jetën në banesë dhe dyshohet për shkaqe natyrale. Në Malësi të Madhe nisi procedimi penal për një 33 vjeçar, ndërsa në Vaun e Dejes për një 60 vjeçar, pasi nga kontrollet e kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE në banesat e këtyre shtetasve u konstatuan lidhjet paligjshme të energjisë elektrike dhe ndërhyrje në matësin e energjisë. Materialet i kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme për të gjitha rastet e lartë përmendura.